Pas 5 vitesh tepër impenjative si kryetari i shtetit shqiptar, për ish-presidenti Bamir Topi është koha të pushojë që nga mbrëmja e 24 korrikut, kur i dorëzoi mandatin pasardhësit Bujar Nishani, jeta e tij ka ndryshuar. Para derës së banesës nuk e pret më eskorta presidenciale, kështu që ish-kreu i shtetit ka mundësi të ushtrojë qetësisht pasionin për të drejtuar makinën. Mëngjeset nisin me kafe të gjata me miq të afërm dhe koleg. Zoti Topi tregoi sot për Vision Plus disa nga planet e afërta, por edhe perspektivën në një ambient në periferi të Tiranës dhe pranë banesës së tij private. Ai thotë se ditët e para pas përmbylljes së mandatit presidencial do të organizojë një tur pushimesh me familjen, që do të përkojë me pjesën e parë të muajit gusht, dhe vetëm nga fundi i gushtit zoti Topi do të rikthehet në Tiranë. Në agjendën paraprake të tij janë përvijuar takime më të shpeshta me bashkëpunëtor, diplomat dhe politikan. Pas këtyre bisedave ka pohuar ish-kreu i shtetit, do të pasojë vendimi mbi të ardhmen e tij, që nuk duket se do të jetë larg politikës. Madje bazuar në deklarimet e mëparshme publike të zotit Topi, është lënë të kuptohet se ardhmja i përket një angazhimi të qartë politik. Shumë njohës e komentues të zhvillimeve në vend, por edhe bashkëpunëtorët e ish-presidentit e lidhin përfshirjen e tanishme të Topit me partinë Fryma e Re Demokratike. Ky formacion politik drejtohet aktualisht nga një grup nismëtar, ndërsa posti i kryetarit është ende vakant. Megjithatë, ky është një vendim që duhet marrë vetë ish-kreu i shtetit, natyrisht pas pushimeve të ditëve të para si qytetar i lirë.